regjistrohesh nuk ekziston. Nëse në këtë shtet nuk regjistrohemi, nuk do të ekzistojmë për këtë shtet. Sot, unë i Merë Selmani bashkë me ju vëllezër dhe motra, jemi mbledhur këtu para parlamentit që të themi se nuk pajtohemi. Nuk pajtohemi me ligjin që propozon ky pushtet, që të lane jashtë regjistrimit mbi 30% të popullit shqiptar, të lane jashtë regjistrimit pjesën më vitale të popullit shqiptar, të lane njerëzit të cilët punojnë jashtë, sjellin kafshatën e gojës mirë në familjeve shqiptare këtu në vend, por edhe mbajnë ekonominë e këtij vendit. Ata nuk kursihen të hollat e veta, kontributin e vet, as 99-ën, as 2001-ën. Sot jemi mbledhur. Sot jemi mbledhur këtu gjithë së bashku, vëllezër dhe motra, pa dallime cilën parti simpatizojmë ose cilën parti jemi antar. Sot nuk kemi ardhur sepse jemi shqiptar. Jemi këtu me të vetmin qëllim të parandalojmë ligjin më antishqiptar dhe më diskriminues për popullin tonë. Jemi këtu për arsye se nuk pajtohemi që regjistrimi të mbahet në prill, por vetëm dhe vetëm në korrik. Kujt i pengon që të mbahet regjistrimi në korrik? I pengon kësaj qeverie e dëshmuar anti-NATO, anti-EU, anti-shqiptare, me libra, me enciklopedi, me përmendore dhe me porta triumfale. Por, bëj një pyetje publike BDI-s dhe krerëve të saj. Cila është arsyeja që ata e përkrahin dhe këmbgulin që kyç, që diskriminon shqiptarët të sjellët dhe të votojnë këtu në këtë parlament? A është arsyeja se ja kanë dhënë ndoshta fjalën Gruevskit? A është arsyeja se kanë interesat e tyre personale që kanë zënë bishtin? Apo diçka e tretë që nuk e dim edhe ne? Vëllezër dhe motra, vëllezër dhe motra, vëllezër dhe motra, ashtu si që ti që Zoti është një, ti regjistrim në prill do t'i dëmton vetëm dhe vetëm shqiptarët, interesat e popullit shqiptar dhe interesat tona individuale. Me regjistrim në prill nuk dëmtohet të tjerët, askush, por nuk dëmtohet nëse edhe regjistrimi mbahet në korrik. Andaj, prej këtu ju themi gjithë deputetëve, ju themi veçërisht deputetëve të BDI-s, jo regjistrim në prill, por po në korrik, jo 15 ditë, por 1 muaj, jo përjashtues për diasporën, por dhe ajo të regjistrohet. Të nderuar vëllezër dhe motra, lejoni më në fund, ashtu si që jeni këtu ju prezent, t'ju them se jemi shumë këtu para parlamentit, po jemi edhe shumë më tepër kur kemi parasysh për kjahjen e madhe që e ka ky protest
nga shqiptarët e Amerikës, nga shqiptarët e Europës, dhe nga gjithë diaspora. Më lejoni që në emrin tuaj të bëj një amanet, të bëj një apel dhe një kërkes deputetëve të BDI-s. Bëhuni bura për një herë, mos votoni ashtu si që ka urdhruar Gruevski dhe Ali Ahmeti. Mos votoni ligjin i cili tani veçmos kundërshtohet nga gjithë populli shqiptar. Mos votoni ligjin i cili kundërshtohet edhe nga votuesit e juaj të cilët ju bën deputet. Mos votoni ligjin i cili përjashton familjet tona që përkohësisht punojnë dhe jetojnë në diasporë, në Amerikë dhe në Europë. Mjaft më, bëhuni një herë bura, votoni kundër këtij ligji. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që në emrin tuaj që bëj një porosi dhe një apel deputetëve, por veçanërisht atyre shqiptar. Mandati i dhënë nga populli është i përkohshëm, edhe i deputetit është mandati i përkohshëm, por diçka e veçantë është e përhershme. Tradhtia, ajo asnjëherë nuk harrohet, asnjëherë nuk falet. Andaj mos u bëni tradhtar të popullit shqiptar. Tradhtia nuk harrohet vëllezër, por tradhtia dënohet dhe populli shqiptar do ta dënon. Të nderuar vëllezër dhe motra, ashtu si që kemi ardhë me dignitet, ju lusë, ashtu edhe të shpërndahemi porosin dhe mesazhin tonë e dhënë. Zoti na bekov gjithë neve ku që jemi. Zoti e bekov populli shqiptar. Faleminderit. 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 Faleminderit.